Zhvillimi i Kodrës së Diellit vazhdon të mbetet peng i mungesës së planit të detajuar urbanistik, edhe pse Komuna e Tetovës ka përgatitur këtë plan sipas informacioneve është refuzuar 2 herë nga Ministria e Transportit. I pyetur për këtë nga tërës institucionale, Ministri Aleksandr Nikolovski tha se faji nuk qëndron tek dikasteri i tij, por tek Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, duke drejtuar gishtin nga blokada politike. Работиме интензивно заедно со општина Тетово, можам да кажам дека сме во доста напредна фаза. Ако не се лажам, може градоначалникот да ме коригира, чекаме уште мислење од Дирекцијата за заштита и спасување. Така градоначалник? Да ги замолам од ДУИ да не блокираат, затоа што блокадата од нив е малце подиректен ќе бидам. Значи Дирекцијата за заштита и спасување, оној кој што треба да ни ја даде согласноста е кадар на ДУИ, еве да го замолам јавно на 2 паузи помеѓу високи политики да дадат една согласност од Дирекцијата за заштита и спасување, за да можеме да го одобриме деталниот урбанистички план за Попова шапка и не само да ги решиме викендиците, туку таму имаме големи планови заедно со градоначалникот за да направиме најмодерен скијачки центар на Балкана. Nga ana tjetër, kreu i Komunës së Tetovës Bilal Kasami premton se në seancën e radhës të Këshillit ka në plan që të futet në votim kjo pikë. Sipas tij, projekti garanton një transformim rrënjësor të përfshirë në ndërtimin e hoteleve të reja dhe një teleferiku që do të lidhë qytetin me qendrën turistike. Presim marrim pëlqim nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ku fatkeqësisht ka disa pengesa që me drejtorin jemi duke i zgjedhur. Unë besoj që nëse jo sot, brenda javës që vjen, do të marrim pëlqimin edhe të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe pastaj do të marrim edhe pëlqim që kemi dakorduar me Ministrinë e Transportit dhe në mbledhjen e radhës së Këshillit, vendimi për Kodrën e Diellit do të kaloj dhe menjëherë do të vazhdojmë me procedurat për zhvillimin e kësaj zone. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për vikend shtëpizat, po bëhet fjalë për një zhvillim shumë të madh të Kodrës së Diellit me ndërtimin e rrugës e cila brenda aktivitit do të përfundoj, me ndërtimin e hoteleve të cilat janë të parapara me planin urbanistik, po përgatitet edhe projekti për teleferikun, pra Kodra e Diellit nga viti i ardhshëm do të ketë një pamje tjetër. Edhe pse kreu i komunës ka premtuar disa herë se në Kodrën e Diellit do të vinë investitorë të huaj, e së fundmi u përmendën grupe biznesi nga Katari, deri më tani në këtë pikë turistike nuk ka asnjë investim konkret në teren.